Ju falenderojmë ju si mediave që sot keni ardhur në shtetin tonë. Ju falenderojmë shumë. Ju po e shihni vetë situatën si jashtë. Këtu situata shumë e rëndë, shumë e keqe për arsye sepse këtu ka filluar zaptimi i pronave nga firmat Fantazm, që ne i njohim si firmë, por është Fantazm nga dokumentacioni, sepse dokumentacioni nuk e kanë të rregullt për arsye sepse leja që ka marrë me datën 16 janar nuk është zbardhur dhe nuk është shënuar në plotëtorën zyrtare, siç është parashikon ligji dhe kushtetuta që do të zbardhet në plotëtorën zyrtare. Kështu që na jena këtu sot, jena më shumë se dje, nesër do të jena më shumë se sot. Sot kena bloku rrugën, sot jemi paqësor, nesër nuk do të jemi paqësor, nesër do të jemi më të fortë se sot. Ne do të mlidhemi çdo ditë më shumë. Kemi njoftuar njerëzit familjarët të afërmit tonë që ndodhen jashtë, të gjithë do të kthehen këtu për të mbrojtur tokën e tyre, familjen e tyre, për këtyre horave, për këtyre pavezëve. Unë do t'ju kisha thonë ju si mediave, ju lutem, na nimoni. I lutem Spakut. Meqense unë jam drejtues Spakut për sa i përket kësaj çështje dhe ka që në mars që unë kam bë kallëzimin në Spak dhe deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje se si është vepruar për hetimin dhe zbardhjen e falsifikimeve që janë bërë për këtë pronë. Jo, keni një avokat, çfarë ju ka thënë ai? Avokati ka thënë që ju jeni në drejtën tuaj, sepse e dim që jemi në drejtën tonë, por ligji thotë do presim kohën që e përcakton. Cilat janë hapa që do të ndërmerrni? Ne çdo ditë na keni kështu, çdo ditë edhe më shumë do jemi dhe çdo ditë më agresiv do të jemi. Sot i kemi policin këtu, ta janë vllazët tonë, nuk kena punë me të, me asnjë kamion këtu, asnjë fadron këtu nuk do të punoj, sepse ashtu ka jonë. Nëse ka dëshirë zotëria në fjalë që është edhe kryetari i firmës ose shefi i firmës ose presidenti i kësaj firme të vinë këtu dhe të konsultohet me fshatarë që janë. A keni pasur ndonjë takim sepse kjo histori nuk ka nisur? Kemi pasur takime me të, por takimet kanë qenë pa rezultat për arsyeën sepse nuk ka pas një marrëveshje në lidhje me çmimin. Kaq. Direkt me Bashkimin Ullë. Unë jo personalisht, por pjesëtar tjerë. Se nuk është arritur dakordësia. Sepse nuk ka qenë ai niveli i duhur i çmimit që është parashikuar, sepse ai ka parashikuar me marrë të fal. Siç e ka marrë fal. Nëse mund na thoni me sa lek është. Nuk e di. Ne kena lënë atë mundësinë tonë, domethënë vlerën e tregut që sot për sot është këtu që është 50.000 euro dylymi ose 50 euro metri katror, kurse ai nuk ka pranuar me forcë se jeni larg. Kaq. Nuk na ka lënë një çmim që konsultona ose kemi një pazar me të. Si ditën e djeshme edhe sot janë shoqëruar disa nga banorët në polici. Po, pikërisht dje jam shoqëruar. Thjesht sepse këta doin që ne ta marrin, sot jena më shumë, nuk na kanë na marr, sot jena më shumë dhe dje ne kena pak, na kanë marrë që këta të vazhdojnë punimin dhe duke parë djeshmen me sonë, shihni rezultatin e punës së deri ku kanë shku. Punimet kanë vazhduar gjatë natës thoni ju? Gjatë natës, patjetër. Ata vinë që ata gjithë natën punojnë, gjithë ditën punojnë, nuk e di këta me paken që janë shtet nuk punojnë kaq shumë. Ta punojnë si me kanë duritur më. Me kanë qenë servin. Se kuptoj pse kanë kaq vrull me punu këta. Se po ti ishe kanë shtet, ai do kishte picu në cigare, ai s'pin cigare fare ai patromisti. I jep veç punë. Dhe mu vje keq vetëm për diçka. Jo për. Për drejtues. Jo për. Tash është një letër. Është qyshëm 30. Janë dokumentat nga shteti shqiptar. Mos mendojnë se shteti filloi marrë me një parti apo një parti tjetër, ka filluar që shkon në Turqi. Që shkon në Ingli Majmunit mundial të quajmë. Por ne jemi autokton. Dhe çdo sipërfaqe, çdo gur që duket gur, do hajë se gur, e ka një pronar. Të shkruar me firmë, me vula, me të gjitha, me të Sorollasin. Po që vjen ai, si e gjan nga ashtu, si Fantazm, thotë është ja ka marrë shtetit. Ndoshta ai ka drejt. Se shteti na ka qit jashtë shtetit. Ne tha ju shkonin në Palestinë. Mund të gjeni. Ai ka një letër, një dokument. Absolutisht harroja punë. Absolutisht në art paktën një përgjegjësi njësisë për Lipojës. Që është e votuar.
ai zoti Beci, që është administrator gjithë këtë zonë. Duhet ta di. E ka arshivat atje. Unë nga arshiva e Shkodrës e kam marrë, nuk e kam marrë në arshivin e babës tem. Shtetis, boll diktator ka qenë, ai, po i rujti në arshiv. Në atë arshiv i kam marrë, nuk i kam marrë në arshivin e as Tedi Ramës, as Sali Berishës, as Fatas Nanës, as Ramiz Alisi i hangër shpirti atje ku është mos gjithë rahat. Se s'do ishim surrogat ne me këta, po të kishin dash ata. Po surrogatemi me letra, vinë këta bite nana, se këta kanë familje, kanë si punë, po burrat shtim po bunë. Po dhe gjithë punë ka dhejtë. Asë njëherë. Që të bëjmë në që? Asë jetë. Shkoj të vrasë të më tim. 26 vjetë kam qenë punoj shtetë. 26 vjetë kam punu në uniformë me ta. Ka si njërë që në 3. 26 vjetë. Duhet marrë me protestu të ashim me vëllezit e mi. Me ish kolegët e mi, me kolegët e mi. Kjo është turp. Turp. Se sa turp mund të ketë shteti i unë, që përballemi ne me vëllezit tanë, nuk e di. Përshëndetje, Gzim Pjeshka nga Lezhë. Ne janë të na kanë hyrë si gabi qartë si uqit dhe për pasurit tonë, edhe ne janë të ne si lepujt. Djeke na kanë tonë protest, na kanë marrë nga që si specat në komisariat. Na janë në tokë tonë, e s'po di më marrë vesh me gërgen. Me në ndërit mollit zët. Çfarë do të bëni? Qa do të bëjmë? Në protesta. Deri pikën e funit. Në fund funit, mos arena dy dur të kryon. Tash të marrë mu të më qumë në komisariat. Në shtëpi teme, në tokë teme, unë veç kru kam po. Unë s'di qa me thonë tjetër. Edhe ta keni vje respekt edhe për neve, si kur ti në rrejmë portat, na të bëna policë, ta të bëna protestus, gjithë se kur të të menet në vend vetë. Se na te që nuk jena, të regull jena, edhe me letra jena ne. Se sa kena punu jashtë shtetit, i lekti kena qunë Shkodër. Për është do vit, sa herë vishtën, vesi me varë në plashë, veli poj, i lekti shkoshin Shkodër. Kurse të është, njëllan jena mes rrugës, se këta letra, ka hyaj, kërimi, hajduti, se prejnë vërmësh, e në kënis pol, ka të fillu me vra veti njëni tjetërit. Po, i to e prapë, kësli që janë. Ato ka shte jona, nuk ka shte ati zotnisë një fare. Marë me në zaptu tokat. Të në marë djemë të eri, të në i futna për policia, ata në shpijat veta. Në kjo se keni mundësi në largoni, se kena, ato ka jonë shpijat tona. Jonë familje tona, djemë të eri jonë të punuja shtetit me fitu i pare, marë me bo shpjetë e ju marë me nej marë pa munumit. Ka që kam më thonë. Sa fëmijë keni ju? Unë kam 2 fëmijë, kam jashtetit rrugash. Për me punu, me fitu nej pare, marë me boj shpi. Tu jetu me gazep në këtë vend. Tu nej edhe pa fëmijë këto, vetën.